Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi përsëri me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar ngjarjet më të fundit që ndodhin në Big Brother VIP Albania. Tashmë zyrtare nga vllau i madh ka marrë vendimin që brenda kësaj shtëpie të sjellë një zarf të zi. Një zarf i zi i cili në fakt ka ndryshuar krejtësisht rrjedhshmërinë e lojës. Banorët sonte do të komunikohen me një vendim që pritet në fakt të jetë një nga vendimet më të rënda që është marrur deri më tani brenda kësaj shtëpie. Do me thënë, dyshim për zarfin e zi janë 3 banorë, që është Rogerti, është Casey edhe Ina për gjuhën e përdorur brenda asaj shtëpie. Në fakt Rogerti në prajmin e kaluar pati tërheqjen e vëmendjes nga fillimisht një herë nga opinionistët, por edhe nga vetë Ledioni. Kultura e tij, do me thënë, të flet mbi zërin e të gjithëve, ishte përzgjedhja që ai kishte bërë, foli në mënyrë shumë të ashpër, foli në mënyrë shumë të egër me pretekstin që do të ndryshonte, do me thënë kërkoi edhe falje, por kjo gjë nuk është se e bindi Rogertin që duhet të ndryshon, do me thënë nuk është se e bindi Rogertin që duke ofenduar banorët, duke denigruar familjet e tyre, imazhin e tyre, për shembull rasti konkret ishte me Malin. Unë nuk e kuptoj nga e merr të drejtën Rogerti për t'i thënë Malit që ti nuk flet me babain tënd, ti nuk flet me nënën tënde. Ajo është ofendim shumë i lartë sepse më pëlqen vendimi strikt që ka produksioni që nuk toleron në asnjë lloj mënyre që të ofendohen familjarët nga jashtë. Reagime ka patur si në Instagramin e Violeta Kukaj, por ashtu edhe në Instagramin e motrës së Malit, e cila reagoi në fakt për ngjarje të këtilla. Çuditërisht, do me thënë, në shtëpinë e Big Brotherit po ndodhin lajme interesante. Zarfet janë 2, nuk është një zarf i zi. Janë 2 zarfa të zi brenda në shtëpinë e Big Brotherit, që njëri zarf, do me thënë, jepet për anulimin e televotimit, që mund të ndodhë që banorët mund të kenë fol për rreth nominimeve, mund të kenë treguar nominime, gjë e cila realisht është ndaluar në Big Brother, është ndaluar edhe nga ana e produksionit, ku në nominim ishin Angelo, Artani, Casey, Juela, Greta, Krusita, Rogerti, Mali, Miri dhe Mateo. Do me thënë këto ishin në nominim. Dhe një zarf tjetër pritet të jetë për Kesin, për Rogertin edhe për Inën, të cilët kanë thyer të gjitha ligjet brenda shtëpisë së Big Brother. Unë e kam thënë, Rogerti në fillim hyri me pretekstin që do të ndryshonte rrugtimin e kësaj shtëpie, do të dhuronte pozitivitet, do të dhuronte dashuri, do të dhuronte energji të mirë, por çuditërisht nuk ndodhi kjo gjë. Rogerti zgjodhi anën më të errët të tij, anën më të keqe të tij. Do me thënë anën më të zezën të tij. Casey e ka lojën shumë personale, e ka lojën shumë të egër kundër drejt banorëve, edhe pse është një banor i fuqishëm, por e luan lojën shumë individualisht dhe siç duket sonte, njëri ndoshta me patjetër do të eliminohet nga kjo shtëpi. Publiku janë gëzuar shumë, publiku kanë krijuar vërtet një lloj duartrokitje për këtë produksion që nuk toleron gjëra të këtilla, që nuk toleron fjalë të këtilla, dhe kjo gjë në fakt siç duket do t'i vej banorët që të jenë më të vetë kontrolluar. Banorët e din, është zarfi i 4 që në fakt, me sa unë e di, futet në shtëpinë e Big Brother. Kjo gjë është për tu parë se çfarë po ndodh, domethënë, në këtë shtëpi, dhe produksioni nuk toleron asnjë gjë. Dyshimet e mia dhe ajo që unë mendoj është Rogerti i pari që do të merr një penalitet nga vllau i madh, ndoshta edhe do të eliminohet krejtësisht nga loja për kulturën, për formën, për gjëra që ai përmendën, domethënë ai i prek banorët në të gjitha pikat më të dobta duke përdorur familjet, nëse ka patur banor të fuqishëm viteve të kaluar, kanë qenë ato të cilët nuk kanë prekur në familje. Domethënë dyshimet e tjera janë tek Casey, që mund të jetë pjesë e këtij zarfi të zi, dhe dyshimi i tretë është edhe tek Ina, edhe pse edhe banorët e tjerë në fakt kanë qenë tepër të zëshëm, por këto të tre kanë qenë më
të zëshmi të cilët kanë ofenduar dhe denigruar banorët brenda në shtëpi me lloj-lloj fjalë, siç ishte për shembull Ina që e quajti manjak, Stenaldon që fjala manjak është shumë e ashpër për t'u thënë, apo fjalë të tjera që janë përdorur, për shembull Casey që ka përdor fjalë nga më të ulta, duke i thënë Stenaldos më fali në shprehje atë ngrit, etj etj etj. Domethënë banorët kanë definitivisht problem me vet kontrollin. Vllau i madh nuk ka dhënë detaje se çfarë do të ndodh, sonte në Prime do diskutohen këto të gjitha, por normalisht publiku hedh hamencime. Dyshimet e mia në këtë mes janë që Casey, Rogerti dhe Ina të largohen sonte përfundimisht nga kjo shtëpi.